Korça po hyn në sezonin turistik veror me një fluks në rritje të vizitorësh vendas, por edhe të huaj, duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si një nga destinacionet e preferuara turistike në Shqipëri. Çdo ditë në qytet mbërrin turist nga vende të ndryshme të botës, kryesisht në grupe të organizuara, të interesuar për të njohur historinë, kulturën dhe traditat e zonës. Vizitorët ndalojnë në pikat më të rëndësishme turistike dhe kulturore të Korçës, duke eksploruar monumentet e kulturës, muzeet, lagjet karakteristike me arkitekturën e veçantë, si dhe objektet e kultit që mbartin vlera të spikatura historike. Operatorët turistik shprehen se rezervimet për muajt e verës janë në rritje, ndërsa Korça vijon të tërheq turistë që kërkojnë një përvojë autentike, të lidhur ngushtë me trashëgiminë kulturore dhe historike të rajonit. Për sezonin turistik veror, kërkesat kanë qenë në rritje, ne gjithashtu kemi kërkesa të vazhdueshme për të rritur dhe për të shtuar mundësitë e akomodimit për grupe turistike. Më specifikisht ka pasur gjerman shumë nga vendet nordike, nuk kanë munguar as edhe holandezët dhe spanjollët më së shumti. Bujtina jon ofron atë arkitekturën karakteristike të Korçës, është goxha piktoreske dhe njerëzit e vlerësojnë shumë për bukurinë që ka, po ashtu nuk mungon as muzika live çdo fundjavë. Mund të theksojmë që këtë vit kemi pasur, le të themi, një risi, duke u shtuar numri i klientëve që vinë prej Suedisë dhe Norvegjisë për të vizituar Korçën. Ka një kulturë pak të ndryshme nga jona, kjo i bën ata akoma dhe më të interesuar për të vizituar atraksionet tona, muzeumet, për të shijuar gjithashtu dhe gastronominë. Me sa duket ata japin një review të mirë njëri pas tjetrit dhe për këtë arsye kemi shumë që rikthehen në Korçë vit pas viti. Në prag të sezonit, qyteti paraqitet i përgatitur për të mirëpritur një numër edhe më të madh vizitorësh gjatë muajve në vijim.